Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë ka arrestuar 7 persona gjatë 24 orëve të fundit në kuadër të 2 operacioneve të ndryshme të koduara Fair Play dhe Next. Gjatë këtyre aksioneve, policia ka sekuestruar 2 armë zjarri automatike, 6 aparate celular dhe një sasi prej 900.000 lekësh të reja. Në Vorë, gjatë operacionit Fair Play, specialistët për hetimin e krimeve kibernetike kanë ndërhyrë në lokalin e shtetasit LB, 61 vjeç, ku arrestua ai si dhe 5 shtetas të tjerë të moshave 22 deri në 66 vjeç. Këta persona u kapën duke organizuar lojra fati përmes telefonave celular. Në cilësinë e provës materiale u blokuan 6 celular dhe 900.000 lek, të cilat dyshohet se rridhnin nga ky aktiviteti palikshëm. Në një aksion tjetër të koduar Next, efektivët e komisariatit numër 4 kanë arrestuar në rrugën Myslim Keta shtetasin KM, 25 vjeç. Gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin që ai po drejtonte, policia gjeti dhe sekuestrua 2 armë zjarri automatike, së bashku me municion luftarak, të cilat dyshohet se 25 vjeçari i mbante me qëllim shitjen.